Unë isha ai mas shumë ti që desha të bashkëpunoj me Shpatin. Ka që janë njerëz tonë, popull janë pa shpirt edhe që nuk janë njerëzor, që qysh e shfrytëzojnë këtë rast me thonë e ka refuzu. Kemi lonë shumë sene në gjysë. Edhe po du me tregu që po lexoj komentet, Berkani ka refuzu bashkëpunimin me Shpatin, tash i ka ra pishman. Jo, këta sidomos edhe dut që ta cekni mirë pas jom të jo. Për shkak që kemi qenë shumë afër, hajt ma vonë. Unë isha ai mas shumë ti që desha të bashkëpunoj me Shpatin. Pa ishte shumë i zanë. Ishte shumë i zanën, edhe ai vetë kërkonte që ta bojmë këta, po hajt se kur të vi, kur ta bojmë se nuk na ka kalu prej mendjes që njeni prej neve mund thot lam të mirë jetës. Kush e kishte mendu? Kush e pa të ndjen nesër nuk i dihet do të vdes, hajpe e bojmë ma shpejt. A mu është mi i drejtu na ju shokut tënë ashtu? Kuptohet. Është edhe për veti me thonë a i hidhrohet. Edhe pse ndjehu diçka që u kujdeste për zemrën teme. Do të thonë, nuk i kemi ditë që e kundër ta ka me ndodhë. Faktikisht, unë isha me ma pak shansa për situatën që e kam, jo ai. Se momentin që kishte thonë, hajde, unë e kom mesazhe, e kom dëgju edhe me lot i lexojsha, do me thonë, ka që janë njerëz tonë, popull janë pa shpirt edhe që nuk janë njerëzor, që qysh e shfrytëzojnë këtë rast me thonë e ka refuzu. Unë s'kom çka me tregu privatsin mesazhet që i kom. Me Shpatin që ka thonë, haj kur të vim, kena me e bu, kena ma ashtu. Unë ndërkohë kemi dërgu njëri tjetrit melodia. Po së është dashtë mu bo ajo reklam që ja kom bo diçka Shpatit ose a i mu. S'kemi qenë asi njerë që me këthy në marketing, se ka qenë shpirtnor. Normal që ta kishim ditë që ndodhë diçka dhe pse nuk e kemi pas as parasysh, as parandjen, kishim bo shumë sene. Unë e ta kisha ditë që do më thonë kom një mu i jetë, kretë dëshirat e kisha plicu me njëherë. Kreti kishim bo me njëherë. Po hajt pse e shumë afër, hajt e bojmë ma vonë, se këto jemi. Edin që i thu t'i kujt shoqës tonë të ngushtu, këto jena, folim javën tjetër. Keni qenë shumë sigur që ju keni me vazhdu bashkarisht. Po pa tjetër, na ma shumë se bashkëpunimi shumë kemi qenë afër. Nësha kjo është mesazh më i mirë Berkan që duhemi me shfrytëzu momentën, sepse nesër... Ajo, këtu kur jemi, këta ma shumë e kisha thonë, bashkëpunimi është punë profesionit. Kuptohet. Me pas bile ndërgjegjen rahat, që një ditë që edhe kur kimu taku me ta, me thonë bile shqyqyr nuk besoj që i ku më gabu shumë diqka. Se shumë keqo nëse ja ki thy zemrën edhe ashtu ka shku. Se atere nëse ki pak shpirt, ajo ka me të ngacmu ton jetën. Edhe kundër të atë kishte ndodhë, sidomos aj që më ka shumë që më ka respektu, që më ka botë mira, e kishte pas një të ndjen kishtë thonë, e di që Berkani gjithmonë më ka bo halal edhe ka qeni knaqen prej meje. Kisha do që me qenë kjo fakti i hidhur, do me thonë me rath, po jeta nuk qenë ka ferë. Edhe nuk pas ka program, plan, radhitje, botë e reshme, jetë e reshme, si avlen as për marketing, as për klikim, as për diçka që me lëndu dikon me a thy zemrën dikujt.